7 persona mbetën të plagosur mes të cilëve 2 fëmijë të mitur pas përplasjes së 2 automjeteve në rrugën e Kombit. Aksidenti ndodhi mesditën e së dielës në segmentin Milot-Rëshen, në afërsi të Fang të Mirditës. Sipas policisë, automjeti me drejtues shtetasin me inicialet DL është përplasur me automjetin tjetër me drejtues shtetasin AL. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar drejtuesit e automjeteve dhe pasagerët YL, KL dhe AL, si dhe 2 të mitur, 12 vjeç dhe 9 vjeç. Të plagosurit janë transportuar fillimisht në spitalin e Mirditës, ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore. Për shkak të dëmtimeve të marra, ata janë dërguar më pas për mjekim të specializuar në Spitalin Universitar të Traumës në Tiranë, nga ku mosohet se ndodhen nën kujdesin e bluzave të bardha, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat të këtij aksidenti, i cili paraprakisht dyshohet të ketë ndodhur nga parakalimi i gabuar i njerëz prej makinave.